Të paktën 70 fëmijë janë vrarë në bregun perëndimor të pushtuar dhe në Jeruzalemin lindor që nga fillimi i vitit 2025. Shifrat u publikuan nga UNICEF, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, e cila paralajmëron për një përkeqësim dramatik të situatës humanitare në territoret palestineze. Sipas raportit, kjo përkthehet mesatarisht në një fëmijë të vrarë çdo javë. Mbi 90% e viktimave janë vrarë nga forcat izraelite, ndërsa pjesa tjetër humbën jetën nga sulmet e kolonëve hebrejnë, mjetet e pashpërthyera ose goditje aksidentale nga forcat palestineze. UNICEF deklaroi se dhuna ndaj fëmijëve po bëhet gjithnjë e më organizuar dhe më brutale. Organizata raportoi raste të fëmijëve të qelluar me armë zjarri, të goditur me thikë, të rrahur dhe të sulmuar me sprej djegës. Po ashtu, sipas zëdhënësit të UNICEF-it, James Elder, sulmet nuk kufizohen vetëm ndaj fëmijëve, por prekin edhe shtëpitë, shkollat dhe burimet e ujit nga të cilat varen komunitetet palestineze. Pamjet nga funerali i 14 vjeçarit Aus al-Nassan pranë Ramallahut janë kthyer në simbol të tragjedisë që po përjetojnë familjet palestineze në bregun perëndimor. Ushtria izraelite nuk reagoi menjëherë ndaj deklaratave të UNICEF-it. Ndërkohë, grupet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit flasin për një rritje të vazhdueshme të dhunës nga kolonët dhe ushtarët izraelit që prej vitit 2023. Shumica e vendeve dhe Kombet e Bashkuara i konsiderojnë të paligjshme vembanimet izraelite në tokat e pushtuara gjatë luftës së vitit 1967, megjithse Izraeli e kundërshton këtë qëndrim. Ndërkohë, qeveria e kryeministit Benjamin Netanyahu ka përshpejtuar ndërtimin e vendbanimeve të reja, ndërsa vendet europiane kanë rritur presionin diplomatik, duke vendosur sanksionet e reja ndaj kolonëve izraelit të akuzuar për dhunë.